Miq të dashur të #Gjesit, po takohemi kështu në një ambient pak më ndryshe se që një mësumë zakonisht në pa në studio, sepse mysafirin e kam pak më special dhe pak më ndryshe. E kemi nxënë kështu në orë të para të mëngjesit duke ikur për Shqipëri pas disa ditëve vizitë këtu në Kosovë. Është me mua moderatori i njohur dhe gazetari i njohur Drini Zaçma. Drini, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, shumë kënaqësi që jam me ty dhe shumë kënaqësi që jam në Kosovë, në Prishtinë. Gjithmonë Prishtina është shumë ikpritse dhe jam shumë mirënjohës Prishtinës, por edhe gjithë kosovarëve sa herë vi kaloj shumë mirë. Edhe këtë herë ishte një super eksperiencë, e shijova shumë. Kështu që më pëlqen që ta kalojmë të kafe të mëngjesit së bashku duke bisedu base për disa projekte apo për çështje që mund të kenë interes për ju në një emision mëngjesi. Zakonisht vjen kështu kur ke edhe punë, e shfrytëzon kohën apo edhe vjen ndonjëherë edhe për çaj. Shiko, më pëlqen të dyja. Domethënë, unë jam tipi që më pëlqen të kombinoj të dyja. Më pëlqen që të mbaroj punët, po ndërkohë të shfrytëzoj edhe për të kaluar pak hapësirë për miqt që kam në Kosovë apo për të pushuar pak. Kështu që përpiqem të kem një të mesme të artë, si thua, mes të dyjave. Këtë herë isha më shumë për punë, për prezantuar koncertin Kënga Jon dhe shfrytëzova edhe për takuar disa miq, kështu që Kosova ta jep të mundësinë, Prishtina ta jep të mundësinë që të jesh mes të dyja këtyre gjërave, por edhe për punë, edhe për qef, siç e themi, për çaj. Po si ishte eksperjenca në koncertin Kënga Jon, sepse e po nga storia, nga ato që e ke shiu shumë edhe. E kam shiu shumë, mua në skena më jep një energji shumë të bukur, me thënë drejtën më ngarkon plot me emocione pozitive. Edhe eksperienca me Vesa Lumën ishte një eksperiencë shumë e mirë. Ndonjëherë ti nuk e di se si do të ngjëndesh në skenë me një personazh. Me Vesën nuk kisha pasur një eksperiencë profesionale si thua asnjëherë më parë dhe u kënaqa që patëm atë kimin, sepse për ne prezantuesit, të themi moderatorët, shpeshherë është e vështirë që të gjesh një njerëz që të ndihesh shumë mirë dhe të kesh një kimi pozitive. Kështu me Vesën ishte shumë e mirë. Ajo që pëlqeu gjatë koncertit ishte që publiku i Kosovës pati një reagim shumë të mirë, i shijoi të gjitha këngët, ishin këngë të kompozitorëve të njohur, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre ndër vite. Në fakt qëllimi i të gjithë eventit ishte që të ruhet trashëgimia muzikore, ajo të kalojë nga brez në brez, mos harrohen gjithë kompozitorët që kanë dhënë një kontribut të madh ndër vite. Kështu që fakti që bëra pjesë e kësaj gjëje më dha edhe një ngacmim profesional që e shijova, kështu që ishte shumë bukur. Po këtyre projekteve, normalisht një projekte si Kënga Jon nuk i thuhet jo, po projekteve në përgjithësi. Je kështu person detajist që i sheh me detajet se çka është, apo e ki instiktin që thua po dhe është gjithçka e kryer? Ke të drejtë në fakt se nuk jam tamam njeriu që i them po çdo gjëje. Jam pak detajist. Po ndonjëherë nuk duhet me qenë shumë detajist, duhet me qenë më easy, me i thënë shumë gjërave po dhe mos me mendu shumë gjatë, se në fund fare e gjitha kjo është një eksperiencë për të jetuar, prezantimi. Por ti ke të drejtë në fakt, sepse ka disa projekte që mbasi duhen menduar pak më gjatë dhe nuk i duhet thënë po që në fillim. Këtë herë i thash po që në fillim sepse e para doja të vija në Prishtinë, e dyta më mungonte një prezantim në Kosovë, i një, po themi, eventi. E treta doja që të sfidoja pak edhe veten, se këtë periudhën e fundit më shumë kam qenë pjesë e emisioneve në studio se sa në skenë. Kështu që u bashkuam bashkë disa elementë dhe shkoi mirë mendoj. Ka ndonjë projekt për cilin je pishman që i ke thonë po? A që kam thonë po? Shiko, edhe mund të ketë. Edhe mund të ketë, por unë jam natyrë që kur i them po një projekti, përpiqem që t'i jap gjithçka, në mënyrë që ai të mos mbetet kështu përgjysëm, po të shkojë deri në fund. Nuk dua që të tërhiqem asnjëherë nga gjërat, po tani që po më pyet nuk di ta veçoj ndonjë projekt që i kam thënë po dhe nuk duhet të kisha pa emra apo me ndonjë projekt. Edhe mund të ketë patur, ndër vite projekte që edhe mund të kisha thënë jo. Megjithatë ta thash, në punën që bëjmë ne në media është bukur gjithmonë që
ti pranosh gjëra të reja, eksperienca të reja. Po pishman për pikën? Jo, do ta kisha bërë prapë. Okej. Në kuptimin që që ftesa me po prapë, meqense eksperienca jote ishte ftesa zyrtare jo, Okay. por ka patur fjalë, propozime, si thua, informale që janë diskutuar, mbase nuk ka qenë ai momenti, mbase duhesh e pritur dhe pak edhe unë do ta mendoja sërish dhe nuk e përjashtoj si mundësi që të ketë një moment tjetër ku mund të bëjmë pjesë një reality. Në Kosovë apo në Shqipëri? E provoj përsëri. Më pëlqen pyetja. Meqense të lam shihet mirë këtu në Kosovë këtë det. Më tundon edhe Kosova. Okej. Edhe Big Brother Kosova është interesant si eksperiencë, kështu që nuk e përjashtoj si mundësi. Të vish edhe në Kosovë ta bësh si eksperiencë, sepse kemi po atë personazhe të tjera të ndryshme. Po tani nuk është më çudi se kemi shumë Kosovës që vinë në Shqipëri, Nga Shqipëria në Kosovë. Interesant është, të dyja janë formate që e kanë marrë atë aprovimin e publikut edhe janë pëlqyer, kështu që pse jo. Flitet shumë për këtë dallimin Kosovë-Shqipëri Drinit. Në perspektivën e Drinit, si shihet kjo, sepse the edhe ti që ke shumë miq të mirë edhe nga Kosova, por që edhe besoj edhe në Shqipëri ke shumë miq nga Kosova që jetojnë edhe veprojnë atje dhe që keni një kimi jashtëzakonisht të bukur, sepse shohim në rrjetet sociale. Shiko, unë nuk dua ta dalloj ta bëj dallimin mes po themi Shqipërisë dhe Kosovës. Gjithmonë në perspektivën tënde. Po, e kuptoj. Unë mendoj që jemi shumë ngjashëm, ne jemi shumë të afërt, jemi një si thuaç, por kuptohet që mënyra si dy vendet janë zhvilluar, si janë rritur edhe personazhet, si janë rritur dhe mediat, është pak e ndryshme, sepse kjo është e natyrshme, ju vini nga një eksperiencë tjetër, ne kemi një eksperiencë tjetër. Por në mes që flasim gjithmonë më shumë shoh që të ketë një parafrim mediatik personazhesh, shumë të Kosovës vinë punojnë në Shqipëri, shumë të Shqipërisë punojnë në Kosovë, media po dhe institucione tjera. Mua personalisht më pëlqente që ky bashkëpunim të shtohesh akoma dhe më shumë, të kishte edhe më shumë afrimitet, të kishte më shumë bashkëpunime. Mendoj që jemi kaq afër dhe kaq, domethënë, ndonjëherë duket sikur thjesht shkon nga Tirana në Prishtinë, duket sikur janë thjesht dy qytete larg njëra tjetrës 3 orë, si thua, por janë një. Kështu që unë si Drin nuk dua ta shoh dallimin. Megjithatë, mendoj që me kohën që kalon, çdo gjë duhet vi më natyrshëm. Dhe kur gjërat vijnë natyrshëm funksionojnë. Nëse bëhen me detyrim apo me sforcohen që të ketë më shumë bashkëpunime, si thua, të organizuara, qoftë edhe nga ana e politikës ndonjëherë, ato nuk funksionojnë. Kështu që vetëm ajo energjia e pastër mund t'i bashkojë akoma më shumë vendet. Kosova ka ecur mirë në këtë pjesën e mediave, mbasi Shqipëria ka ecur pak më shpejt, por mendoj që të dyja kanë shumë për të shkëmbyer nga njëra tjetra. Nëse do më pyesje, a është perioda më e mirë mediatike për Shqipërinë dhe Kosovën, do thosha që nuk është perioda më e mirë, mbasi kemi patur edhe perioda më të mira mediatike, por që t'i japim shansin kemi në periudhën më të mirë mediatike. Mendoj që kanë ndikuar investimet që ata që i kanë krijuar mediat bëjnë. Mendojnë sa investojnë ata për mediat, sa investojnë për njerëzit, sa investojnë për produktet që kanë. Mendoj që ndikon pak edhe klima politike shpeshherë, që nuk është as në Kosovë, as në Shqipëri, nuk është në më të mirën e saj, sepse dim shumë mirë se si ndikon politika dhe media shpeshherë. Besoj që ndikon edhe pjesa e njerëzve të talentuar. Media shpeshherë i hapi dyert për lloj-lloj njerëzish që base nuk e kishin atë brumin e duhur mediatik, por që e donin median. Base duhen disa kufinj më të fortë për njerëzit që bëhen pjesë e medias. Plus që kanë ndikuar edhe rrjetet sociale. Mendoj që rrjetet sociale kanë qenë ndikim shumë i madh i largimit disi njerëzve nga televizionet tek mediat sociale. Kështu që këto e kanë zbehur pak atë fuqinë e medias. Se një
njëri me shumë përboj në media, diku mbi 15 vite nëse s'ka bëj. Si sheh formatet reality show, a mendon që po jepet mesazhe i dur përmes formateve të tilla siç janë reality show, sepse kemi dëgjuar ndoshta edhe prej personazheve që kanë qenë brenda, por edhe prej autorëve të këtyre programeve që përmes këtyre programeve siç është Big Brother, Firma VIP dhe programet e tjera mundohen të përshkruajnë një mesazh. Sa përshkruhet një mesazh i mirë tek njerëzit përmes formateve reality show pas të rrugë. Si shete? Kjo është pyetje pak që do pak zgjarim të gjerë në kuptimin edhe nuk besoj që meriton një përgjigje të thjeshtë apo të vetëm një njeriu, por mendoj që reality show janë larguar pak nga ajo zanafilla e krijimit të tyre dhe qëllimit të tyre apo mënyrës sepse ato janë krijuar edhe ekzistojnë. Megjithatë, unë them që çdo vend meriton atë reality që ka. Sepse në fund fare ata krijohen dhe ekzistojnë pikërisht për atë audiencë që i shikon. Kështu që është e vështirë që ti të thuash ta kishim bërë ndryshe, ta kishim organizuar ndryshe, kishim gjetur personazhe të tjerë, kishim bërë të tjera situata. Ti nuk e di asnjëherë se kur nis një produksion, një reality, ti di personazhet mendoj, por nuk di se si do të qasen këta personazhe me njëri tjetrin. Kështu që ajo është një situatë që ecën pak me kalimin e kohëve, ti e kupton kush është personazhi më i fortë, ai më i dobët. A ka abuzime me personazhet apo me mënyrën se ata trajtohen? Mendoj që ka. A ka vend për të përmirësuar më shumë mesazhet që jepen? Mendoj që ka. A luhet me atë kartën e skandaleve dhe të zhurmës? Mendoj që po. A ka çifte që krijojnë lidhje sa për të thënë? Ka. Kështu që është shumë dinamike e gjithë ajo ngjarja që ndodh në një reality. Por, shiko, askush nuk është perfekt, është e vështirë që të gjesh një po themi produksion që të jetë perfekt dhe që të shkojë siç duhet. Nëse do ishte perfekt, kam përshtypjen që nuk do shiheshe shumë, nuk do kishte, domethënë, do ta pranojmë që skandalet, edhe nuk do të ishte ndoshta edhe reality, si ashtu siç sepse edhe jeta e vërtetë ajo është me skandalet, me zhurmën, me shëmbët jo perfekt, se edhe në jetën tonë askush nuk është perfekt. Kështu që do të them këtë që të mos keq kuptohen. Për ta thënë është e lehtë. Pra ne mund ta themi në një intervistë që unë po e them që do të ishte mirë, por për ta bërë nuk është kaq e lehtë. Unë personalisht i komplimentoj gjithë produksionet e reality show, po si gazetar më duhet t'ju them që mund të ishte bërë më mirë, po prapë kjo është një gjë që dihet, nuk është një gjë që do thuhet për herë të parë. Kështu që ka vend për përmirësime. Por unë theksin do ta vendos te zgjedhja e personazheve. Pra nëse ka një pikë të fortë në një reality është mënyra se si zgjidhen këta personazhe. Dhe mendoj që aty është gjithë çelësi i suksesit, tek zgjedhja e një personazhi të mirë që ka çfarë t'i japi dhe që jep edhe një shembull të mirë, se kjo është e gjithë gjëja. Ke eksploruar shumë në profesionin e gazetarisë, në kuptimin që ke provuar shumë formate të ndryshme për të prezantuar, për ty cili është më i veçantë dhe cili është më sfiduesi? Shiko, unë jam i bindur që gjëja që mendoj, se unë jam akoma njeriu gjithmonë eksploron, formati që më pëlqen më shumë është ai intervistës. Okay. Pra, ndihem shumë mirë në eksplorimin e personazheve që kanë përballë, pyetjet që u bëjnë, në natyrën njerëzore, në zbulimin e të pathënave të tyre. Kështu që karakteri njerëzor besoj që është ajo që më tërheq më shumë dhe si thua më kuriozon për të sjellë te publiku. Nuk kam gjithmonë bukur se sa ti kur i çon publikut një personazh që ata nuk e kanë parë në këtë këndvështrim, por ti ja sjell. Nuk më pëlqen të jem kështu skandalistik, pra që të bëj intervista të llojit skandalistik që të zbuloj skupe apo të flas për skupe domosdoshmërisht, por më pëlqen të bëj atë intervistën e modelit, le të themi pak modelit të vërtet, ku ti vërtet e njeh personazhin dhe të gjesh një mesmetar mes zbulimit të një, po themi, lajmi dhe të rrëfimit të vërtet. Kështu që por nuk do përjashtoja edhe formatet debatit, edhe ato mbeten gjithmonë shumë interesante. Ke qenë pjesë e një debati shumë të famshëm kështu si redaktor? Po, kam qenë pjesë e opinionit,
në opinion ka patur, në emision opinion ka qenë debati kryefjale çdo herë dhe mendoj që gjë më e bukur është kur ti vendos dy njerëz përballë njëri tjetrit. Ajo dy apo më shumë. Ka qenë e vështirë të punosh me Blendi televizion? Me Blendi ka qenë shumë e vështirë. Blendi duket si i lehtë për të punuar, po Blendi thotë që unë me mua punohet shumë mirë, por me Blendi nuk është dashje lehtë punosh, sepse Blendi mendoj që është në gjithë mediat shqiptare njeriu mbase më kërkues që mund të ekzistojë. Është një njerëz që e njeh shumë mirë median, është një profesionist dhe kërkon çdo gjë ashtu siç ai kërkon, emisioni për të është shumë e rëndësishëm. Ta thash nuk është e lehtë, por kur ke pastaj eksperiencë nuk është shumë e vështirë, sepse arrin ta njohësh, por secili nga ne mund të shkojë deri në një moment si bashkëpunëtor, pastaj kërkon që të rritet e vet, dhe ajo që ndodhi dhe mua pikërisht, ajo kërkesa për të rritur vet bëri që ta ndaloja në një moment bashkëpunimin edhe punën me Blendin për të parë ato e curin time, si thua. Mund të themi që ke shkëlqyer në përkrit programet që ke qenë edhe ke moderu, por që nështë publiku që ka përqafuar rinin më shumë di ka qenë edhe si prezantuesi lajmeve. Sa ka qenë sfiduese për ty? Shiko, lajmet, e ke parasysh si është lëkura, është si lëkurë e dytë. Ato lajmet janë nuk e quaj fare, domethënë sepse kaq shumë vite sa kam bërë lajme, nuk e llogaris fare si diçka, shumë e çuditshme. Edhe kur më pyesin për lajmet, nuk dija çfarë të them se më ka ardhur ndër vite kaq shumë natyrshëm edhe mund të kem bërë mirë edicione lajmesh. Shiko, lajmet janë ajo buka e përditshme e televizionit. Lajmet janë shtylla kryesore e televizionit, lajmet janë ato që e mbajnë gjallë, po themi, një media. Kështu që si e tillë ajo nuk bëhet asnjëherë e mërzitshme dhe është gjithmonë shumë interesante sepse ka çdo ditë të reja, ka çdo ditë lajme, ka çdo ditë zhvillime, ka çdo ditë ngjarje që ty ta bëjnë punën si fare monotone. Ka situata nga më të vështira, po edhe nga më të thjeshta, më të lehta, shpeshherë bëhen dhe rutinë, shpeshherë ty një ngjarje shumë e rëndësishme të duket komplet e zakonshme. Ndërkohë që për njerëzit e tjerë thonë, wow, çfarë po s'ka ndodhur, ty duket një gjë, okay, shkon në shtëpi, vazhdon jetën, se ti jeton me një tjetër ritëm kur je pjesë e lajmeve. Nuk të bën më përshtypje, fatkeqësisht nuk të bën më përshtypje ato ngjarjet e rënda, ngjarjet vështira, por në anën tjetër, kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi njerëz që e përjetojmë brenda nesh atë momentin e vështirë, por thjesht është një mënyrë të ndarit të asaj jetës që ndodh jashtë lajmeve dhe jetës që ndodh brenda studios. Lajmet janë, si thua, një gjë që nuk do t'i rikthehesha, besoj, domethënë nuk do të them kur, domethënë, po për momentin nuk do t'i rikthehesha se e quaj diçka pak të ezauruar, e quaj pak të kryer, si më thon, se duhet të pranojmë diçka tjetër. Lajmet nuk janë si lajmet që kanë qenë. Lajmet sot janë shumë brenda cakonizave të tjera, ka një tjetër dinamik, ka një tjetër qasje në publikun. Kështu që unë i përkas më shumë të brezit të lajmeve pak më ku figura e të moderatorit ishte më e konturuar, tani çdo kush del lajme, bën lajme, nuk është më diçka që i përket, po themi, një ka ndryshuar edhe kjo dinamika e lajmeve. Kështu që nuk është se mungojnë shumë lajme. Okej. Së fundmit kemi pasur angazhuar në një format që ndoshta jo çdo kush e ka frikë të trashojë ndjenjën në një format të tillë. Na ke surprizuar gjithë kur e ke po publik që do të nesësh me një podcast, por që edhe është prit shumë mirë edhe mënyra e trajtimit të temave, të personazheve që i ke pasur brenda. Që punon shumë për atë podcast, që shka ecë podcasti sa e kënaqur me punën që e ke bërë për një sezon? Ai është, më thënë, një nga projektet e mia më ambicioze, e kam shumë për zemër, më pëlqen shumë edhe jam duke punuar fort që ta zhvilloj akoma më shumë si format. Duhet të kuptojmë që me kalimin e viteve ne duhet të përshtatemi me kohën edhe të kapim ritmin e kohës. Social media, mediat sociale, YouTube kanë qenë gjithmonë një gjë që i ka përfshirë dhe më shumë njerëzit, dhe unë e kapa këtë moment, e kuptova që duhet me qenë aty, dhe krijimi i late night në blog ishte një moment shumë i bukur profesional. Ai ka atë momentin që o i merr gjitha benefitet vet në kuptimin bashkë me grupin e punës që realizon, dhe kur flas benefitet, suksesin,
por ashtu merr edhe dështimin. Pra kur ti bën diçka vetë, nuk është më logo e televizionit që ka përgjegjësi, e ti në këtë rast edhe është personi në fjalë ai që e bën. Ajo ka ndodhur edhe me mua në podcastin, u duk sigurisht pak më e lehtë me bë, po ndërkohë është më e vështirë sepse përgjegjësia është edhe më e madhe. Ai projekt më ka përmbushur sepse më tregoi që jam gati për të bërë gjëra me emrin tim, me logon time dhe me akademia. Nuk e përjashtoj mundësinë që ai projekt të shkojë në televizion apo të jetë pjesë e televizionit, pse jo. Ka shumë për të përmirësuar, sepse ishte vetëm një sezon i parë, ishte një treg i vështirë podcastesh dhe emisionesh online, pra social media. Kështu që do punoj për ta përmirësuar dhe për të gjetur të ftuar akoma më. Pra ende nuk ke menduar se çka kemi ndryshuar në sezonin e dytë që po besoj do të nisë në shtator. Tani jemi në verë, është verë, mos bëj punoj tash, ti le pak ta pushoj pak në verë, po shikoj, disa gjëra do të ndryshojnë. Domethënë, mbasi do ta shkurtoj pak si kohë zgjatje, sepse ajo është 45 minuta, 50 minuta, mund ta koncentroj pak më shumë. Nuk po i zbuloj dhe ca gjëra tjera, se ti merr konkurrenca pastaj. Okej, mos e zbuloj, lëna surprizë. Se ne marrin ta podcasterat e tjerë. Po. Dhe ta gjojnë intervistën e thonë shi do e bë Gadrini kështu, po e bë dhe unë kështu. Po, mu del kopje, se ti e ke thënë kështu. Po mirë, dakor, po. Pashman qëndrini në këto momente që po flasim, po vazhdon ende protesta në Shqipëri, tua një mendim nga tjera protestës në Shqipëri. Unë jam pro një mendim të shtasi në aspektin edhe gazetarës. Patjetër. Unë jam pro protestës. Protestës në fjalë, po edhe protestave të tjera. Domethënë mendoj që gjë më e bukur që qenia njerëzore ka është të protestuarit. Nuk besoj që ka ndikime të jashtme, flitet shumë për faktorë të jashtëm që mund të jenë duke ndikuar tek protesta. Unë e kam parë nga afër protestën dhe mendoj që është shumë gjenuine, është shumë e shëndetshme. Vetëm dikush që ka qenë afër saj e kupton se sa energji fort ka brenda saj, se si njerëzit vërtet qëndrojnë aty për orë të tëra, se si të rinjt janë aq kreativ me ato pankartat, me memet që janë bërë. Kështu që uroj shumë që ajo të rezistoj kohës, uroj shumë që ajo të mos bëhet një nga protestat e radhës politike që pastaj fiken dhe mbarojnë. Kam shpresë që jo, uroj që ajo të jetë vërtet një lëvizje apo një protest që t'i bëj që t'i qëndroj fort çdo qeverie që do të jetë nesër në pushtet apo çdo drejtuesi politik dhe jam një mbështetës këtë mund të themi i protestës apo të protestave të gjashtë. Po duket pak më ndryshe, sepse ka më shumë se 20 që protestave, se vetë se po vazhdon edhe vetë se po rritet, madje ndoshta edhe sa po të them fakti që turistë huaj po i bashkangjitem protestës. Një përpushime po ka teza nga më ndryshme që i bashkohen, është pastaj kjo teza që thonë protesta mund të ketë turizmi. Shiko, përsa ko ajo vazhdon, është duke vazhduar. Ne nuk e dim të nesërmen, çdo koment do të ishte i pa vend se ajo mund mbaroj nesër, po mund vazhdoj edhe për 100 ditë. Kështu që le ta shohim si diçka, unë do ta shoh si diçka pozitive, të shëndetshme dhe që i bën mirë vendit. Ky është mendimi im, ka njerëz tjerë që e gjykojnë ndryshe, kështu që Jemi tek vera, tek pushime, që trini dënë pushime të qeta apo pushime me avanturë? Shiko tash, pushimet varet dhe sipas mundësive, se kurse jemi njerëz që kemi kaq shumë mundësira, se në fundit jetojmë me ato punët tona të thjeshta, ti e di media, kurse të jep shumë mundësira për të bërë shumë zgjedhje. Po pëlqen, shiko, nëse di të udhtosh pak, di të bësh sa zgjedhje të dukura. Ditë që është një bilet lirë, ditë që është një hotel mirë, ditë që është një vend bukur. Më pëlqen të kombinoj pak gjithë ta faktorë. Dhe më pëlqen çdo vit të zbuloj një vend të ri. Këtë vit do të shkoj në një ishull që nuk kam qenë, në Milos, është një ishull në Greqi. Bëj çdo vit në një vizitë në një vend që nuk kam qenë asnjëherë. Kështu që do të shoh si do të jetë kjo eksperiencë aty. Pastaj është jugu i Shqipërisë që jeton shumë i bukur. Për fat e kemi një alternativë shumë mirë që çdo fundjavë ose një fundjavë po, një fundjavë jo, mund të shkojmë në jug. Deti është shumë i bukur. Do ishte më mirë mos ishte ndërtu, do ishte betonizuar shumë, të ishte rritur pak më shumë, por prapë ne kalojmë mirë sa herë që shkojmë në jug.
Më pëlqen zhurma dhe shoqëria e madhe mes shumë njerëzve, po më pëlqen edhe ajo qetësia. Pra, njeriu do ta dëgjoj pak veten, gjej një mesmetar mes asaj, po themi, rrëmujës, po edhe qetësisë. Okej. Unë po du tash me të spjegu pak me disa pyetje të shkurta që kemi më përgjithë që shkoj. Prezentues me një për Drini Zeçën. A di pas ta pak të gjëbja? Që kam vështira këto stupit. Zgjat. Për shihet të tua, normalisht, si gjithmonë. Unë mendoj që në kontekstin shqiptar apo në atë që publiku shqiptar përqafon më shumë është Ardigje Brea. Është pa diskutim një showman, një prezantues shumë dimensional që ka merita të jashtëzakonshme për median dhe që ka bërë një kontribut shumë i qartë pa ndërprerje. Është shumë e rëndësishme kjo se është shumë e vështirë që ti të qëndrosh pa u shkëputur në media pa ndërprerje. Shumë respekte për Adi Krastën, patjetër është një tjetër e më shumë e vlerësuar, por ti më bure në zgjedhje, unë e përra një përgjigje. Blendi Ferziu apo Grida Duma? Tani e di përgjigjen, Grida Duma. Grida Duma? Gridën e zgjedhim që të gjithë. Shika, dhe shumë mirë, po unë dhe zgjedhja Blendi gjithmonë të shakave, sepse kam punu shumë vite me Blendi, kështu që Blendi. Arbana Osmani apo Lilian Liça? Po bën më të vështira pyetjet. Unë mendoj që Ledion Liça është rritur shumë profesionalisht. Mendoj që ka lënë një pjekuri shumë të madhe profesionale dhe janë pro, si thua, mundësive njerëzve të cilët duhet që të rriten, akoma dhe më shumë dhe Ledioni është në një, si thua, një rritje pa ndalim dhe duhet ta shoh Ledionin si një zgjedhje mes të dyve, se Arbana nuk ka nevojë për konfirmim që ajo është Arbana, jo se Ledioni ka pasur, po në këtë moment e shoh Ledionin në një moment shumë pozitiv të tij. Okej. Po Luana Vjoca apo Marina Vjoca? Cila pëlqen ty më shumë? Po, ato të dyja janë shumë të mira. Po e motra i kemi të dyja, ndoshta e ke një shije pak më specifike. E vështirë shumë kjo. Se të dy janë shumë interesante, po kam përshtypjen që Marina është më afër atij profilit që unë do të përzgjidhja, si thua, sepse nëse më ftoi dhe në emision tani para pak kohësh isha në emision për Botrorin. Po. Luana s'm ka ftuar akoma në emision, kështu që Luana po e pe këtë intervistë. Luana duhet ta ftosh ti. E ke fajin, ke bë këtë gabim, kështu që Marina e ka ndreq, kështu që Marina. Okej, në rolin e moderatorit. Agrallaka apo Sasan Rapi? E vështirë, edhe kjo, e vështirë që nga edhe kjo pyetje. Po mendoj që Agrallaka është Agrallaka. Po. Domethënë Salcano është dashur për gjithë, po Agroni është një ikonë, si thua, e humorit, patjetër, por që janë dy karaktere të ndryshëm, po me qenë se ti po më vën në zgjedhje, po them Agroni. Donaldi apo Romeo? Në rolin e prezantuesit. Rolin e prezantuesit, Në rolin e emisioneve, showmenave. Shiko, unë në Romeo isha te ky Bigu që isha dhe Romeo, si thosha, tek Big Treshi që isha bashkë me të, Romeo si thosha gjithmonë Donald. Donald. Dhe Romeo kujtonte se ja thosha për ngacmim. Ndërkohë nuk e di pse më lindte që thosha Donald. Të dy të dy janë shumë të mirë. Po mendoj që Donaldi është ai që është më afër, si thua, asaj portretizimit që unë do kisha për një njeri më afër profilit tim. Kështu që Romeo ose muzik. E fundit, se nuk po të sfidoj më shumë, Bora Zemani apo Levina Shtu? Dy vajzat e ekranit shumë simpatike dhe shumë pëlqyera. Shiko, kjo është vërtet shumë e vështirë. Sepse të dyja janë vërtet duke ecur shumë pozitivisht dhe po ecën në ritme shumë të mira në punën që ato po bëjnë. Por
vrasë për shkak të brezit tim, ai gjen vetëm afër Bora Zemanit. Kështu që për Borën, nëse ka dhe emrin e motrës time, kështu që Bora. Cilit personazh publik do t'ja preferoje Pikun? Do t'ja preferoje, do t'ja rekomandoj si personazh publik. Po. Kë do doj Drini Zeshi ta shete në Big Brother? Në një format të tillë. E ke përjetu, ndonë se jo shumë gjatë, por që e din pak a shumë emocionin do më pëlqejnë personazhet që janë personazhe që sfidojnë, për shembull si Dorella Gjoni është një gazetare, një top channel mund të ishte interesante Big Brother, në natyrën që ka, por e shumë sirena policie të gjona ato. Prishti kanë shumë të gjona shumë sirena, se e thash dhe një intervistë tjetër, nuk e di pse më bën shumë përshtypje kjo. Shiko, personazhet që janë interesant tani nuk e di se kjo është punë autorësh, më gjetë pak duhet ta kisha mësuar. Drini veçak kë do doje tash? Nuk e di, Spartak Gjela do ishte interesant. Avokati është gjithmonë ngacmon, po nuk besoj që do. Nuk e dihet asnjëherë nëse po sepse ishte mosa ajo që na dëshmoi pak të kundërtën në formatin firmave. Kështu që një format i tillë mund të ishte edhe avokati, tani që e mendoj ngjashme me profilin e Mozës mund të ishte Gjela, më bën të çuditëra, të ishte shumë situata interesante dhe për treguar. Kështu që varet, ka personazhe tek këtu, po gazetarët shpeshherë janë interesant për të studiuar dhe për të treguar, kështu që ka. Po. Do e pas parasysh Drini që kohëve të fundit, domethënë sidomos viteve të fundit diskutohet shumë për dallimin mes gjeneratave, Gen Z dhe millennials dhe këtu, cili do të ishte një mesazh i jotit për gjeneratat e reja, për Gen Z. Shiko, nuk ka mesazhe sepse ne nuk na ka dhënë njëri mesazhe, ne për çdo brez ka ato mënyrat se si zhvillohet, si rritet, i përshtatet kohës. Çdo mesazh është unë vetë nuk e kam dëgjuar brezin e më të rriturve. Domethënë e dia. Ke qenë fëmijë rebel edhe ti kështu? Po, kam qenë disi, po jo rebel. Kam qenë një natyrë që bindesha për atë që doja me bëj dhe e kryeja, e bëja dhe nuk është se më ndikonte shumë tek të tjerët. Kështu që nuk është se do jepja këshilla specifike për brezat. Ajo që vlen të theksoj në këtë intervistë është që thjesht brezat e rinj duhet të kuptojnë se çfarë nuk shkoi mirë mbase me një brez përpara dhe ta korrigjojnë atë. Dhe shumë e rëndësishme është të jenë të vërtet me veten, të jenë të sigurt për ato që duan të bëjnë, ta dëgjojnë mirë veten e vet, mos ndikohen nga të tjerët. Është interesante kjo përballje me Gen Z dhe millennials tani që flasim, ka një kështu përballesh shpesh me gjeneratën Gen Z. Unë jetoj me gjeneratën Gen Z, domethënë kam shumë miq të mikesha të gjeneratës Gen Z, në kuptimin që i kam afër jetës time, edhe përpiqem ta kap ritmin e tyre që është tërësisht ndryshe, realisht. Të sfidojnë? Po, mendoj që jemi në sfidë, sepse ta thash, ata kanë tjetër dinamik jetën, jetojnë ndryshe jetën, kështu që mu më pëlqen ta kem atë energjinë rinore dhe ta jetoj jetën me atë energji të tyre, kështu që është bukur kjo përqasja mes millennials dhe Gen Z. Okej. Drini, faleminderit shumë për kohën, për sinqeritetin dhe spontanitetin që tregove në këtë intervistë, ashtu siç kemi pa gjithë edhe në ekran. Unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë dhe para Drini që të kemi në një intervistë. Shumë faleminderit për kohën edhe juve dhe për këtë hapësirë në median tuaj, kështu që uroj tani të shihemi në mediat tona dhe nga Shqipëria, ku dihet, në një projekt, në një bashkëpunim, do më duhesh për podcastin, do më japësh një ndihmë për diçka ose dhe vetë. Kështu që shumë faleminderit. E vlerësoj shumë jashtëzakonisht, faleminderit shumë. Me shtimet të dashur, shkëputemi me një vlog marketingu dhe rikthehemi vetëm pas pak në studio.